Rreshtet intensive të orëve të fundit kanë shkaktuar një sër dëmesh në territorin e bashkisë Mirdit, ku strukturat e mbrojtjes civile po monitorojnë situatën në terren dhe po ndorojnë me mjetet e disponueshme. Në fshatin Jezull, njësia administrative e Rëshen është dëmtuar shpatulla mbështetëse një ure tip Bejli, duke nxjerrë atë jashtë funksionimit dhe duke prerë qarkullimin për banorët e zonës. Ndërkohë në fshatin Kodër Rëshen, një banesë rrezikohet nga rrëshqitja e tokës, e cila ka avancuar deri në afërsitë të godinës, rreth 10 metra larg. Banesa nuk ka pësuar dëmtime, por rreziku mbetet i lartë nëse lëvizja e masivit vazhdon. Problemet të theksuara raportohen dhe në aksin Rëshen-Bukmir, ku prezenca e gurve dhe gërryerja e bazamentit të rrugës e bëjnë trafikun të vështirë dhe të pasigurt. Shirat që kanë rënë në këto 24 orët e fundit janë pa imagjinueshme për këtë zonë. Të paktën për nga 70 vjet e këtej nuk i mban mend mirisë asin e rreshëve që kanë rënë në këto 2 ditë. Dëmtimet më të mëdha kanë qenë në infrastrukturën rrugore, në prishje urash, në dëmtime të rrugës, duke bërë jo funksionale dhe të bllokuar gjithë zonën. Megjithatë, me sinjalizimet e para që ka marrë bashkia nga kryetarët e fshatrave, është vend totalisht në dispozicion me gjitha makineritë dhe mundësitë e mundshme që kanë pas emergjencat civile. Është një bashkëpunim. Gjitha institucionet përkatëse, si shikohet edhe nga puna për momentin ku jemi, janë vazhdimsi për të krijuar një qarkullim sa më të shpejt mundshëm, qoftë përkohësisht për banorët e kësaj zone. Sepse këtu kemi të bëjmë me 3 fshatra. Kemi Skurën, Gallatën edhe Vinjollën, që janë totalisht për çdo lloj emergjence, për gjitha, qoftë për smundje, për mënyrën e furnizimit me ushqime, qarkullime, gjithçka është e bllokuar. Fal punës mirë, nga kryetarja e bashkisë me emergjencat civile, shpresat i kemi që shpejti do të jepet mundësia që për momentin bëhet e qarkullueshme përkohësisht. Situata paraqitet e rënduar dhe në rrugët rurale, ku dalja e prenjve malor ka shkaktuar dëmtime të shumta. Në Orosh ka dëmtime në rrugët që lidhin Bulçar, Gryk-Orosh, Nënshet, Pëshqesh dhe Kullaxhi. Në Selit është bllokuar aksi që lidh Bardhaj me Lëkund. Në Kthell ka dëmtime në Thar, Sheb, Përlat, Qëndër, Vallisht, Troj, Porosek, veçanërisht në lagjet Kabal dhe Curgu. Në Kaçinar është dëmtuar ura që lidh fshatin Shpërdaz. Në Fan ka probleme në rrugët që lidhin Shëngjinin, Klosin, Munellën dhe Zall Xhuxh. Dëmtime edhe në urat Pasarela në Thirr, Bisak dhe Xhakës, të cilat aktualisht janë në monitorim. Mjetet e bashkisë ndodhen në terren dhe po ndryjnë në zonat ku kushtet e lejojnë, me prioritet rehabilitimin e akseve të bllokuara. Përsa i përket situatës në Ec Qafmoll, sipas informacionit të orës së mëngjesit, me intensitetin aktual të rreshjeve nuk parashikohen shkarkime gjatë ditës së sotme. Megjithatë, mbetet në fuqi monitorimi i përhershëm dhe komunikimi me përfaqësuesit e digës. Strukturat e mbrojtjes civile vijojnë të jenë në gatishmëri të plotë për çdo emergjencë të mundshme.